pala tjetër nuk mujnë, sipas gjendjes faktike reale, me i kriju institucion. Është fatkeqësi, i këlla kritika nuk munden në situatën çfarë janë aktualisht, në kuptimin që vetëvendosja është të e pagu çmimin për cilin ka kontribu edhe ka pru lëvizjen vetëvendosje, duke po krejt ato mos t'i përsërisëm që ka ndonë në zgjedhje sharët ofendimit për qarën e madhe që e ka pru këtu. Edhe kemi një blok tjetër që në fakt e kanë pas një farë frike për lëvizjes vetëvendosje që edhe me pas, edhe me dalë, edhe me thot po, na jena të gatshëm me ul, edhe me negociu, edhe me marë për sipër, me i kriju institucionet dhe me qu për para. Për shkak se ju kanë tut, ty llogarit në 2019 që përsëritet i njëjti rezultat, taktizime që kanë bë edhe partitë. Madje edhe sot nëse i shen dy letra. Ta sqarojnë. Pra, kam frikë se nëse nxjerrin në opozit vetëvendosjen. Që po dalin e lojën e vetëvendosjes që Sakt. Favorizohet vetëvendosja? Sakt. Kjo është frika e tyre, edhe që nuk e kanë pas qatë guximin si lider, si burr shtetas, që ulen edhe thojnë po, na muna me dalë. Fundja vetëvendosja nuk ka që ka me thonë ma shumë për blokun opozitar që shpequim, ma shumë së që ka thonë për ta. Edhe nuk jënë ka asnjëherë të pajtimit që këta më ullë, ma dje edhe reflektimi i Fatmir Limajt, kur ka dalë, u konë, si themi, protest ndaj, forme protestës ndaj veprime të liderëve të 3 partive tjera, që dilëshin thëshin që na jemi të gatshëm me bë qeverin pa lëvizjen vetëvendosje, po asnjëherë nuk kanë ulë në tavolinë dhe nuk kanë bisedu. Këtu fatkeqësia është që ato që lëvizja vetëvendosje ose gjithë ne, edhe në protesta kemi dalë që një popull nuk duhet me ju nënshtru një njeriut, ato jemi ty e pa dhe ty e përjetu faktikisht dhe realisht. Një popull, nëse në kuvend na përfaqësojnë të gjithë ata deputet neve, poplin, atëherë këtë ata deputet ju kanë nështru një personi, jo lëvizjes vetëvendosje, se nuk ka mendim lëvizjen vetëvendosje. Ka mendim edhe ka vendim të Albin Kurti. Sot jena një situatë ku e gjithë skena politike... Për faktit që po insiston një emër për kryetar të kuvendit. Nëse më lejan mimos, po du me artikulu edhe me dalë pak edhe të pjesa e opozitës. Nuk kanë mri, kejtë në kanë të këshyrë edhe në lojën e tina, si me thonë zgjatën sot ke për më duke të 13 seans, edhe do me thonë jenë lojën e Albin Kurtit, edhe asë një veprim nuk e ke pas, nuk ka jo as kreativitet, as nuk ka guxim politik, as nuk ka veprime konkrete që ti dele dhe thu, okej, nëse lëvizja vetëvendosje i ka të gjitha këto dëbama për cilat po flasin për çdo ditë, të cilat e shkatrun Kosovën në aspektin në arenën ndërkombëtare, në ekonominë e brendshme, në raportet me këtë miqt aleat e Kosovës. Edhe këtë që të dame i ka bë, duhet me pas guximin edhe me ul, me marrë përgjegjësinë politike të cilën ta ka dhënë qytetari. Por, ju kanë nënshtru, si themi, ka dalë partia parë, ma djas nuk po guxojnë mja përsërit vetë deklaratat e zotit Kurti, kur thëj kjo nuk është maraton që kush del, që ka pas, kush deli pari, gara automobilistike që kush deli pari. Edhe këtë kanë metë, do më kena një skin politiki. Kemi sëd të gjitha qëto subjekte që po dojnë me la me grabu Albin Kurtin, por jo me bo veprime konkrete të cilat e këshin bo këta me fitu BTN politike kundrejt qësoj loje ose strategjie, kuj ka kurthu lëvizja vetëvendosje Albin Kurti. Tash, nëse Albin Kurti e lidh këtë fatin e Kosovës, me një emën që ose duhet bet kryetare e kuvendit Albulina Agjiv, ose nuk bëhet shteti dhe nuk bëhet institucionet, atëherë duhet me kanë sinjali mjaftueshëm që me pas guxim opozita, me dalë edhe fundit nëse nuk keni ide tjetër kreative, me thonë po shkojnë në zgjedhje. Me lyp presidentës, si me thonë na nuk mujna mi përsërit këto, me bojkotu seancat e kuvendit, me bo, une jo me bindun, që që kjo situatë, si kur t'ishte ndryshe, vetëm vetëvendosja në opozit, edhe komplet bloku tjetër, t'ju mënu me insistu një kandidat, nuk ishin la me dalë as me kuvendit. Forma demokratike, nuk po thomone me bo nashta me shku dhe në ekstremin më të madhin soj, po me bo forma të tjera të cilat këshin mujt me bo një zhblokim. Për shkak se ki plot arsye, Pro Fajanisi i përmeni dë që
dhe dikon pajtona që mund është me thonë që e ki edhe situatë gjendjet e jashtëzakonshme për shkak edhe çmimeve, jo gjendjet jashtëzakonshme për shkak ndaj luftën, ai traziren madhe. Mirë po, nëse ti shkon edhe rrin në ÇKUK, nëse ti shkon edhe sheh me çfarë probleme janë ty ballafaqu qytetarët e Republikës Kosovës që nuk ka barna esenciale sot. Nëse ti sheh këtë problemet reale me të cilat janë ty ballafaqu qytetarët e Kosovës, atëherë ti ki arsye të plot me dalë edhe me tho, fundja, nuk bëhat kiameti edhe nëse dalin në zgjedhje, rezultati i del i njëjtit. Paktën kallëzoni guxim politik për kundrejt një partije, një subjekti, por një individi i cili po don me mojt Kosovën peng për shkak një dëshire tina që me u bë Albulena Agjiu kryeparlamentare. Propozimin për qeveri tranzicioni, fillimisht. Unë shoh pak më ndryshe dhe Noli shprehu një farë çuditje për çfarë tranzicioni flasëm, dhe çfarë situatësh, jo pikërisht LDK-ja besoj edhe menoj që e menon tranzicionin cili është. Në këtë propozim ka hile, në kuptimin që për shkak të historisë që ka pas në vitet e fundit me vetëvendosjen, është problem të ofrohet një qeveri e tranzicionit të themin tojza, kish me i ndihmu shumë LDK-s me u afru me vetëvendosjen edhe që në qeverin pastaj të mandatit plot me bashkëqeverisë. Këtë kuptim e shoh është një qasje strategjike e LDK-s për me shku fshehu razi, me u afru LDK-s, në fakt vetëvendosjes, me që nëse e thot troqtash, është shumë problem me elektoratën dhe çfarë bëj pastaj pas një viti në rast se ka zgjedhje ose mund të jenë zgjedhjet edhe më herët. Këtë po shpjegon si një strategji e menduar për një periudhë më afat gjatë. Absolutisht për zgjedhjes së presidentës, varsisht. Po pikrisht kjo është edhe në letrën e Kurtit, aty flitet për një, thot nëse ne tash nuk e bëjmë qeverin bashk, atëherë prap kemi me ullë pas zgjedhjeve dhe me diskutu dhe zoti Kurti e thekson që nuk është interesuar të bashkëqeverisë me PDK-n. Kështu që Kurti edhe në letrën adresuar Abdi Xhikut në një farë forme i qënë dur të naltë dhe thotë që nuk e pretendoj gjysmen e elektoratit që kish me ma garantu atë mundësin e bo vetë, por që edhe pas zgjedhjeve kemi me ullë bashkë me diskutu për një qeveri. Kështu që unë këtë kuptim e shoh si një qasje strategjike për me ju afru vetëvendosjes, më që aktualisht ka një polarizim të skajshëm. Është propozim që jo vështirë i realizueshëm, po nuk realizohet. LDK-ja e ka në dorë mundësin me bo qeverin, po ja ofron mundësin vetëvendosja, po e refuzon. Sa kohë ka që dy parti tjera, PDK-ja edhe AK-ja, thonë që hajde bëhemi bashk edhe e bëjmë qeverin pa vetëvendosjen, edhe këtu LDK-ja nuk do. Kështu që ky është problemi i saj, është për keqardhje që sot prej spektrit kryesor politik, prej forcave kryesore politike, LDK-ja po shihet si subjekti që e mban bllokuar situatën. Pikërisht për shkak të kësaj qasjes që e ka në raport me dyja kampet. Fundja, edhe në fushatën zgjedhore, eksponent të LDK-s kanë qenë më të zëshmit, të thonë mos na identifikoni me blokun tjetër, me parti tjera. Ne si jemi blok opozitar, ne jemi të ndryshëm nga të tjerët. Kjo e ndryshme, realisht i ka dhonë këso pozicioni në këtë situatë, edhe realisht jo pa arsye njerëz sot bojnë me gisht dhe shohin si subjekt që po e blokon zgjidhjen. S'po du me ndërprej, po besoj që nuk ka me ndërprej në Jo, me që... Po ndërhyrë s'po du me ndërprej. Prej kur kanë përfundu zgjedhjet, është një farë dëshire e jashtëzakonshme e njerëzve ose edhe votuesve
edhe njerëzit vetëvendosin që me LDK-n me po, se LDK-n e shohin dyqysh si një, edhe fatkeqësisht prej vdekjes Turgovës tek nena, të gjitha partitë politike, LDK-n e kanë pasur si një lloj viktime që e marrin, e shtin mrana, e sakatosin, edhe në fund janë të gatshëm i hub çdo palëzë dhe më hub votat. Në letrën e Kurtit, nëse e lexoni mirë, prej paragrafit parë, tregon që as nuk ka sinqeritet, as nuk ka besim, e as nuk ofron partneritet çfarë ish dasht me ka ose çfarë ule. Po folje jo, ato mrien në negociata. Jo, nuk mrien negociata. Se cili pozicionim. Letra është për pozicionim, që kuptim po thëm. Letra është për me fol me publikun, jo me LDK. Kjo që apo dënë me ta lexu edhe një. Ajo ka mund tjetë hishë e si qertë. Do këtë që është e është element me lojën që të Që stot. ka më dërprejme. Dërprejme, jo, nëse... Jo, thasha, kërë se do me... Ideja është që kështu, LDK-ja nuk është pateric. LDK-n